Data 5 janar, Zanafilla, kapitulli 5. Ky është libri i përjardhjes së Adamit, ditën që Perëndia krijoi njeriun, e bëri të ngjashëm me Perëndin. Ai krijoi mashkull dhe femër. I bekoi dhe u dha emrin njeri ditën që u krijuan. Adami jetoi 130 vjet dhe i lindi një djalë që i përngjiste një lloj në shëmbëltyrë të tij dhe i quajti Seth. Mbas lindjes së Sethit, Adami jetoi 800 vjet dhe pati bij dhe bija. Kështu Adami jetoi gjithsej 930 vjet. Pastaj vdiq. Sethi jetoi 105 vjet dhe i lindi Enoshi. Pas lindjes së Enoshit, Sethi jetoi 807 vjet dhe pati bij e bija të tjerë. Kështu tërë koha që Sethi jetoi ishte 912 vjet. Pastaj vdiq. Enoshi jetoi 90 vjet dhe i lindi Kenani. Mbas lindjes së Kenanit, Enoshi jetoi 815 vjet dhe pati bij e bija të tjerë. Kështu Enoshi jetoi gjithsej 905 vjet. Pastaj vdiq. Kenani jetoi 70 vjet dhe i lindi Mahalaleeli. Mbas lindjes së Mahalaleelit, Kenani jetoi 840 vjet dhe pati bij e bija të tjerë. Kështu Kenani jetoi gjithsej 910 vjet, pastaj vdiq. Mahalaleeli jetoi 65 vjet dhe i lindi Jaredi. Mbas lindjes së Jaredit, Mahalaleeli jetoi 830 vjet dhe pati bij e bija të tjerë. Kështu Mahalaleeli jetoi gjithsej 895 vjet, pastaj vdiq. Jaredi jetoi 162 vjet dhe i lindi Enoku. Mbas lindjes së Enokut, Jaredi jetoi 800 vjet dhe pati bij dhe bija të tjerë. Kështu Jaredi jetoi gjithsej 962 vjet, pastaj vdiq. Enoku jetoi 65 vjet dhe i lindi Methuselahu. Mbas lindjes së Methuselahut, Enoku eci me Perëndin 300 vjet dhe pati bij e bija të tjerë. Kështu Enoku jetoi gjithsej 365 vjet. Pra Enoku eci me Perëndin, por nuk u gjend më, sepse Perëndia e mori me vete. Methuselahu jetoi 187 vjet dhe i lindi Lameku. Mbas lindjes së Lamekut, Methuselahu jetoi 782 vjet dhe i lindën bij e bija. Kështu Methuselahu jetoi gjithsej 969 vjet, pastaj ai vdiq. Lameku jetoi 182 vjet dhe i lindi një bir dhe i vuri emrin Noe, duke thënë: "Ky do të na ngushëllojë për punën tonë dhe për mundin e duarve tona për shkak të tokës që Zoti e ka mallkuar." Pasi solli në këtë botë Noeun, Lameku jetoi 595 vjet dhe i lindën bij e bija të tjerë. Kështu, Lameku jetoi gjithsej 777 vjet, pastaj ai vdiq. Noeut, në moshën 500 vjeç, i lindi Semi, Kami dhe Jafeti. Mateo, kapitulli 5. Dhe ai kur pa turmat, u ngjit në mal dhe mbasi u ul, ju afruan dishepujt e tij. Atëherë ai hapi gojën e tij dhe i mësoi duke thënë: "Lum skamsit në frym, sepse e tyre është mbretëria e qiejve. Lum ata që vajtojnë, sepse ata do të ngushëllohen. Lum ata që janë zemërbut, sepse ata do ta trashëgojnë tokën. Lum ata që janë të uritur dhe të etur për drejtësi, sepse ata do të ngopen. Lum ata që janë të mëshirshëm, sepse ata do të gjejnë mëshirë. Lum ata që janë të pastër në zemër, sepse ata do ta shohin Perëndin. Lum ata që bëjnë paqen, sepse ata do të quhen bij të Perëndisë. Lum ata që janë përndjekur për shkak të drejtësisë, sepse e tyre është mbretëria e qiejve. Lum ju, kur do t'ju fyen dhe do t'ju përndjekin dhe duke gënjur do të thonë çdo lloj fjale të keqe kundër jush për shkakun tim. Gëzohuni dhe ngazëllohuni, sepse shpërblimi juaj është i madh në qiej,
sepse kështu i kanë përndjekur profetët që shenë për para jush. Ju jeni kripa e dheut. Por në qoftë se kripa bëhet e amësht, me se mund të rifitoj shijen. Nuk vlen më për asgjë, vetëse për të hedhur jashtë e për të shkelur nga njerëzit. Ju jeni drita e botës. Një qytet i ngritur sipër mbi mal nuk mund të fshihet, dhe as nuk ndizet një qiri për ta vënë nën babun, por mbi shandan, dhe t'ju ndriçojë të gjithë atyre që janë në shtëpi. Ashtu le të shndrit drita juaj para njerëzve, që të shohin veprat tuaja të mira dhe ta lëvdojnë atin tuaj që është në qiej. Mos mendoni se erdha për të shfuqizuar ligjin ose profetët. Nuk erdha për t'i shfuqizuar, po për t'i përmbushur. Sepse me të vërtet ju them, derisa qielli dhe toka të kalojnë, asnjë jot e asnjë pikë e ligjit nuk do të kalojë para se të bëhet gjithçka. Kushdo pra, që do të shkel një nga këto urdhërimet më të vogla dhe do të mësoj kështu njerëzve, do të quhet më i vogli në mbretërinë e qiejve. Kurse kushdo që do t'i zbatoj dhe do t'u mësoj të tjerëve, ai do të quhet i madh në mbretërinë e qiejve. Sepse po ju them, në qoftë se drejtësia juaj nuk është më e lartë nga ajo e skribëve dhe farisejve, nuk do të hyni fare në mbretërinë e qiejve. Ju keni dëgjuar se u që thënë të moqmëve, mos vrit, dhe por ai që vret do t'i nënshtrojë gjyqit. Por unë po ju them, kushdo që zemërohet pa shkak kundër vëllait të tij, do të jetë fajtor për në gjyq, dhe kush i thot vëllait të vet raka, do të jetë fajtor për në sinedër, dhe kush do t'i thot budalla, do të jetë fajtor për në zjarrin e ferrit. Nëse pra paraqet dhuratën tënde te altari dhe atje kujtohesh se yt vëlla ka diçka kundër teje, lëra atje dhuratën tënde para altarit dhe shko pajtohu më parë me vëllan tënd. Dhe atëherë eja dhe paraqite dhuratën tënde. Trego shpejt mirëdashje ndaj kundërshtarit tënd, sa je në rrugë me të, që kundërshtari yt të mos të dorëzojë te gjykatësi dhe gjykatësi të dorëzojë te rojtari dhe të futesh në burg. Me të vërtet po të them, se nuk do të dalësh prej andej pa e paguar edhe qindarkën e fundit. Keni dëgjuar se të moqmëve u që thënë, mos shkel kurorën. Por unë po ju them se kushdo që shikon një grua për ta dëshiruar, ka shkelur kurorën me të në zemrën e vet. Në qoftë se syri yt i djathtë të çon në mëkat, hiqe dhe hidhe larg teje, sepse është më mirë për ty që të humbësh një nga gjymtyrët e tua, se sa të hidhet në ferr gjithë trupi yt. Dhe në qoftë se dora jote e djathtë të çon në mëkat, preje dhe hidhe larg teje, sepse është më mirë që të humbasësh një nga gjymtyrët e tua, se sa të hidhet në ferr gjithë trupi yt. Që thënë gjithashtu, kush e përzë gruan e tij, le t'i jap letrën e ndarjes. Por unë po ju them, kushdo që e përzë gruan e tij me përjashtim të rastit të kurvërisë, e bën atë të shkel kurorën, dhe kushdo që martohet me një grua të ndarë, shkel kurorën. Keni dëgjuar gjithashtu se të moqmëve u që thënë, mos bëj betim të rem, përkthej Zotit betimet e tua. Por unë po ju them, mos u betoni fare as për qiellin, sepse është froni i Perëndis, as për dheun, sepse është stoli i këmbëve të tij, as për Jeruzalemin, sepse është qyteti i mbretit të madh. Mos u beto as për kokën tënde, sepse nuk mund të zbardhësh ose të nxish qoftë dhe një fije floku. Por fjala juaj të jetë po, po, jo, jo. Gjithçka më tepër vjen nga i ligu. Ju keni dëgjuar se që thënë sy për sy dhe dhëm për dhëm, por unë po ju them, mos i rezisto të ligut, madje në qoftë se dikush të qëllon mbi faqen e djathtë, kthej edhe tjetrën. Dhe në qoftë se dikush do të nxjerrë në gjyq për të marrë tunikën tënde, jepi edhe mantelin. Dhe në qoftë se dikush të detyron të ecësh 1 milje, ec 2 me të. Jepi atij që të kërkon, dhe mos refuzo të japësh atij që të kërkon hua. Ju keni dëgjuar se që thënë, duaj atë afërmin tënd dhe urrej armikun tënd. Por unë po ju them, duajini armiqt tuaj, bekojini ata që ju mallkojnë, u bëni të mirë atyre që ju urrejnë, dhe lutuni për ata që ju keq trajtojnë dhe ju përndjekin, që të bëheni bijë të Atit tuaj që është në qiej, sepse ai bën të lind diellin e tij mbi të këqijtë dhe mbi të mirët, dhe bën të bjerë shi mbi të drejtët dhe të padrejtët. Sepse po të doni vetëm ata që ju duan, çfarë shpërblimi do të keni? A nuk bëjnë kështu edhe ta grambledhësit? Dhe nëse përshëndetni vetëm vëllezërit tuaj, çfarë bëni të veçantë? A nuk bëjnë kështu edhe ta grambledhësit?
jini pra të përsosur, ashtu si që është i përsosur ati juaj që është në qiej. Ezdra, kapitulli 5. Por profetët Hagai dhe Zakaria, biri Idos, u profetizuan judejve që ishën në Judë dhe në Jeruzalem në emër të Perëndisë së Izraelit që ishte mbi ta. Atëherë Zorobabeli, bir i Shealtielit, dhe Jeshua, bir i Jotsadakut, u ngritën dhe nisën të ndërtojnë shtëpinë e Perëndisë në Jeruzalem, dhe me ta ishin profetët e Perëndisë që i ndihmonin. Në atë kohë erdhen tek ata Tatenai, qeveritari i krahinës Matan Lumit, Sheshar Boznai dhe kolegët e tyre, dhe u folën kështu: Kush ju dha urdhër të ndërtoni këtë tempull dhe të rindërtoni këto mure? Pastaj ne u treguam atyre emrat e njerëzve që ndërtonin këtë godinë. Por pleqtë e judeve i ruan të syri Perëndisë së tyre, dhe ata nuk mundën t'i bëjnë të ndërprisin punën derisa t'i dërgohej një raport Darit dhe të vinte një përgjigje për këtë çështje. Kjo është një kopje e letrës që u dërgua mbretit Dar nga Tatenai, qeveritari i krahinës Matan Lumit, nga Shethar Boznai dhe nga kolegët e tij afarsekitët që ishin Matan Lumit. I dërgua një letër të shkruar në këtë mënyrë: Mbretit Dar, shëndet të plot. I bëjmë të njohur mbretit që ne kemi vajtur në krahinën e Judës, në tempullin e Perëndisë së Madh. Ai po ndërtohet me gur të mëdhenj dhe po vihet lëndë druri për ndarëset e tij. Kjo punë po kryet me kujdes dhe po ecën mirë në duart e tyre. Ne kemi pyetur ata pleq dhe u kemi folur kështu: Kush ju ka dhënë urdhër të ndërtoni këtë tempull dhe të ndërtoni këto mure? U kemi kërkuar edhe emrat e tyre me qëllim që të vinim me shkrim emrat e njerëzve që janë në kryet e tyre dhe pastaj t'i bënim të njohur. Dhe ata na janë përgjigjur kështu duke thënë: Ne jemi shërbëtorët e Perëndisë të qiellit të dheut dhe rindërtojmë tempullin që ishte ndërtuar shumë vjet më parë, një mbret i madh i Izraelit e kishte ndërtuar dhe mbaruar. Duke qenë se etrit tan kanë provokuar zemërimin e Perëndisë së qiellit, ai i dha në duart e Nebukadnecarit, mbretit të Babilonisë, Kaldeasit, i cili e shkatërroi këtë tempull dhe e internoi popullin në Babiloni. Por në vitin e parë të Kirit, mbretit të Babilonisë, mbreti Kir dha urdhër të ndërtohej kjo shtëpi i Perëndisë. Përveç kësaj, mbreti Kir nxori jashtë nga tempulli i Babilonisë përdorëset prej ari dhe argjendit të shtëpisë së Perëndisë, që Nebukadnecari kishte hequr nga tempulli i Jeruzalemit dhe i kishte çuar në tempullin e Babilonisë, dhe ja dorëzoi njërit që quhej Sheshbacar, që ai e kishte bërë qeveritar duke i thënë: Merri këto vegla dhe shko t'i vësh përsëri në tempullin që është në Jeruzalem, dhe shtëpia e Perëndisë të rindërtohet në vendin e saj. Atëherë, vetë Sheshbacari erdhi dhe hodhi themelet e shtëpisë së Perëndisë që është në Jeruzalem, që nga kjo kohë deri më sot ajo është në ndërtim dhe nuk ka mbaruar ende. Prandaj tani, në rast se kjo i pëlqen mbretit, të bëhen kërkime në shtëpinë e thesareve të mbretit që është në Babiloni, për të parë nëse mbreti Kir ka dhënë me të vërtetë një urdhër për të ndërtuar këtë shtëpi të Perëndisë në Jeruzalem, dhe mbreti të na çojë vendimin e tij lidhur me këtë gjë. Veprat e Apostujve, kapitulli 5. Kurse një farburri me emër Anania, me gruan e vet Safira, shiti një pronë, por mbajti për vete një pjesë të fitimit me miratimin e gruas, dhe e çoi pjesën tjetër dhe e vuri të këmbët e apostujve. Por Pietri i tha: Anania, pse Satani të mbushi zemrën që të gënjesh frymën e shenjtë dhe të mbash një pjesë të fitimit të vendit? Po të mbedhej e pashitur, a nuk do të ngelte e jotja? Edhe pasi u shit, a nuk ishte në pushtetin tënd? Pse shtive në zemër këtë gjë? Ti nuk gënjeve njerëzit, por Perëndin. Kur i dëgjoi këtë fjalë, Anania ra për tokë dhe dha shpirt. Dhe një frikë e madhe erdhi mbi të gjithë ata që i dëgjuan këtë. Atëherë u ngritën të rinjt, e mbështollën, e mbartën jashtë dhe e varrosën. Dhe afërsisht 3 orë më vonë hyri gruaja e tij, e cila nuk dinte ç'kishte ndodhur. Por Pietri u përgjigj asaj: Më thuaj, a e dha atë vendin për kaq? Por ajo tha: Po, për aq. Atëherë Pietri i tha:
Pse u morët vesh që ta tundoni frymën e Zotit? Ja këmbët atyre që varrosën burrin tënd janë të dera dhe do të mbartin jashtë edhe ty. Dhe me njëherë ajo rate këmbët e tij dhe ta shpirt. Dhe të rinjt si hyn e gjetën të vdekur dhe si e mbartën jashtë e varrosën pranë burrit të saj. Dhe erdhi frikë e madhe mbi gjithë kishën dhe mbi gjithë ata që i dëgjonin këto. Dhe shumë shenja dhe mrekulli bëheshin në popull nëpërmjet duarve të apostujve. Dhe të gjithë me një mendje të vetme mblidheshin në portikun e Salomonit. Dhe asnjëri nga të tjerët nuk guxonte të bashkohej me ta, por populli i lartësonte. Por Zotit i shtohej një numër gjithnjë më i madh besimtarësh, turma burrash dhe grash, aq sa i binin të sëmurët në rrugë, i vinin në shtroje dhe në shtretër, që kur të kalonte Pietri, të paktin hija e tij të mbulonte ndonjëri nga ata. Por dhe një turm nga qytetet përreth mblidheshin në Jeruzalem dhe sillte të sëmurë dhe ata që mundoheshin nga frymrat të ndyra dhe të gjithë shëroheshin. Atëherë u ngrit kryeprifti dhe të gjithë ata që ishin me të, domethënë sekti i saducejve, dhe u mbushën me smir dhe vun duart mbi apostujt dhe i futën në burg publik. Por një ëngjëll i Zotit natën i hapi dyert e burgut dhe i nxori jashtë e tha: "Shkoni, paraqituni në tempull dhe i flisni popullit të gjitha fjalët e kësaj jete." Dhe ata si i dëgjuan këto, hyrën në tempull kur zbarte dita dhe dhanë mësim. Por kur erdhi kryeprifti dhe ata që ishin me të, thirrën bashkë Sinedrin dhe të gjithë pleqtë e bijve të Izraelit, pastaj dërguan rojtarët në burg për t'i sjellë apostujt. Por rojtarët kur arritën nuk i gjetën ata në burg, dhe kur u kthyen njoftuan duke thënë: "Ne e gjetëm burgun të mbyllur, me çdo siguri dhe rojat jashtë duke qëndruar përpara dyerve, por kur i hapëm nuk gjetëm asnjëri brenda." Por prifti, komandanti i rojave të tempullit dhe kryepriftrinjt, kur i dëgjuan këtë fjalë, u hutuan nga ato dhe menduan se ç'do të bëhej vallë. Por erdhi dikush që u raportoi atyre duke thënë: "Ja, burrat që ju i futët në burg janë duke qëndruar në tempull dhe po mësojnë popullin." Atëherë komandanti shkoi me rojtarët dhe i solli pa dhunë, sepse kishin frikë nga populli se mos i vriste me gur. Kështu pra i sollën dhe i paraqiten përpara Sinedrit dhe kryeprifti i pyeti, duke i thënë: "Po, a nuk ju kemi urdhëruar rreptësisht të mos mësonin atë emër? Dhe ja, ju e keni mbushur Jeruzalemin me doktrinën tuaj dhe doni të bjerë mbi ne gjaku i atij njeriu." Por Pietri dhe apostujt duke u përgjigjur thanë: "Duhet i bindemi Perëndis më shumë se sa njerëzve. Perëndia i jetërve tanë e ringjalli Jezusin, të cilin ju e vrat duke e varur në dru. Ato Perëndia e lartësoi me të djathën e vet dhe e bëri princ dhe shpëtimtar për t'i dhënë Izraelit pendim dhe falje të mëkateve. Dhe për këto fjalë ne jemi dëshmitarë të tij, si dhe fryma e shenjtë të cilën Perëndia u dha atyre që i binden atij." Kur i dëgjuan këto, ata u turbuan dhe bën këshill t'i vrasin. Por një farise me emër Gamaliel, mësuesi i ligjit dhe i nderuar nga gjithë populli, u ngrit në Sinedër dhe urdhëroi të nxirren jashtë apostujt për një kohë të shkurtër. Pastaj u tha atyre Sinedrit: "Burra izraelit, mendohuni mirë për atë që do të bëni këtyre njerëzve, sepse përpara këtyre ditëve u ngrit Teuda, duke thënë se ishte dikush. Këtij u ngjitën një numër i madh burrash, afër 400, por ai u vra dhe të gjithë ata që e kishin ndjekur u shpërndan dhe u azgjësuan. Pas tij, në ditët e regjistrimit të popullit, u ngrit Juda Galileas, që tërhoqi pas vetes shumë njerëz, edhe ai humbi dhe të gjithë ata që e kishin ndjekur u shpërndan. Tani, unë po ju them të rrini larg këtyre njerëzve dhe t'i lironi, sepse në qoftë se ky plan ose kjo vepër është prej njerëzve, ajo do të prishet. Por nëse është prej Perëndis, ju nuk mund ta prishni, sepse do të gjendeshit në luftë kundër vetë Perëndis." Dhe ata ja vun veshin. Dhe mbasi i thirrën apostujt, i rrahën dhe u dhan urdhër të mos flasin në emër të Jezusit, pastaj i liruan. Kështu, ata u larguan nga faqja e Sinedrit, duke u gëzuar sepse qenë çmuar të denjë të fyhen për emrin e Jezusit. Dhe çdo ditë në tempull dhe nëpër shtëpi, nuk pushonin duke mësuar dhe duke shpallur lajmin e mirë, që Jezusi është Krishti.